Shembja me dritole vilave në pronësi të biznesmenit Vladimir Kosta në zonën e Farkës ka shtuar shqetësimin të ndërtuesit për ndërhyrjet e pritshme të IKMT-s. Sekretari i përgjithshëm i kësaj shoqate Arben Dervishi thotë se inspektimet për respektimin e lejes duhet të jenë periodike dhe jo pas përfundimit të ndërtimit. Ajo që na shqetëson më tepër është që duhet parandalohet që në origjinë dhe jo ta lëmë të ndërtoj dhe pastaj ne ta prishim, sepse i bie pastaj që janë mjete monetare të shkuara dëm. Ne si shoqat para jemi që të bëjmë vetëm ndërtime të ligjshme, pra ndërtime me leje ndërtimi, sepse në këtë mënyrë ne ulim konkurrencën e keqe. Një ndërtim pa leje natyrisht nuk paguan taksa. Më shumë do ta shifsha në këtë moment si një lloj aksioni i Bregdeti që me të vërtet mund të ketë problematika. Ai bazohet në aktin normativ që ka nxjerrë qeveria, cilën për hir të vërtetës nuk është se pati ndonjë konsultim me shoqatën e ndërtuesve. Titulli kthehet në titull direkt ekzekutiv dhe jo t'i lejoj tjetrit që të bëj ankimimin. Sipas Dervishit, qeveria duhet të disiplinojë jo vetëm ndërtuesit, por edhe inspektoriatet që lejojnë abuzime kundrejt rishfetit. Patëm dhe 7 kate mu në qendër Tiranës pa leje. Domethënë, problemi është këtu që shteti po kërkon të disiplinojë ndërtuesit, po nga ana tjetër nuk po i disiplinon ata punonjësit e vet. Inspektoriatet të cilët ndoshta kundrejt rishfeteve gjërave tolerojnë planet shtetërore, do të jenë më të kujdesshme, do të japin përgjigje më shpejt dhe të thjeshtojnë procedurat. Për dëshira menën, drejtuese e Unionit të Inxhinierëve, aksioni po shman goditjen e investitorëve, por po synon vetëm inxhinierët dhe drejtuesit teknik të kantierëve. E shoh si një lirim me kushte, lirim me klientelizëm, zgjidhje të ndërmjetme që as biznesi që kemi shok e mik mos i prishim punë dhe qytetarit t'ia shesim sikur është bërë një revolucion. Personi i parë që duhet të paguaj është investitori. Ai i cili ka ndërmarrë këtë veprim, i cili ka investuar dhe i cili është përfituesi direkt i kësaj situate. Nuk mund të fusësh në burg kryeinxhinierin apo drejtuesin teknik të kantierit, i cili është një rrogtar. E para ata që janë në punë në momentin që bëhet ndërtimi, bëjnë një syqor dhe një veshurdh dhe nuk ndërhyjnë për arsye që ata i dinë, janë korruptuar, i kanë miq të tyre, nuk e di. Dhe varianti tjetër është që në momentin që ti e ke ndërtuar, ka dy masa që ndërmerren. Ose do të shëmbet objekti, ose do të legalizohet objekti pas marrjes së masave dhe unë i ruhem shumë kësaj të dytës. Ministria e Brendshme Albana Koçiu në nisje të këtij aksioni një javë më parë paralajmëroi masa për zyrtarët që shkelin ligjin si dhe për ndërtuesit. Si mas për aksionin e Farkës, policia arrestoi 7 persona, mes tyre 5 inspektorë të IMT-s. Këtë të hënë, Koçiu njoftoi se janë inspektuar 65 objekte, përfshirë vila dhe banesa kolektive, tërsa janë prishur me njëherë 2736 m2 ndërtim pa leje. Gjithashtu janë vendosur gjoba me vlerë totale 1 milion euro, ndërsa për 18 persona, mes tyre 13 inspektor, ka nisur procedimi penal.